Kam filluar punimet për ndërtimin e autostradës Tetov-Gostivar me gjatësi prej rreth 18 km. Projekti përfshin edhe 9 mbikalime, nga të cilat 8 mbikalime për të lidhur rrugët lokale me një rrugë paralele të projektuar së fundmi, një mbikalim për kryqëzimin e ri në komunën e Bogovidës dhe komunën e Vrapçishtit, ndërsa mbikalimet ekzistuese do të përdoren për ndërtimin e kryqëzimit të daljes në Tetov. Ndërtimi i autostradës Tetov-Gostivar do të kushtojë 90 milionë euro. Fillimi i ndërtimit të këtij seksioni u shënua zyrtarisht në praninë të kryeministit Hristian Mickovski, ministrave të qeverisë, kryetarëve të komunave të Pollogut, deputet dhe ambasadores amerikane. Kryeministri tha se pavarësisht që nuk kemi dalje në det, si vend jemi ndoshta të vetmit që kemi potencialin të jemi pjesë të 3 koridoreve paneuropiane. Prvi od te ovoj, na koji što deneska se obraćame, a to je koridorot 8. I pari është ky që po trajtojmë sot, që është koridori 8, i dyti është koridori 10. Koridori 8 që lidh detin Jon dhe Adriatik me detin e Zi, koridori 10 që lidh Mesdheun me Europën qendrore në këtë pjesë të Europës, por edhe koridori 11 që kalon në përfqinjin ton lindor. Me një pjesë që do të lidh koridorin 10 dhe koridorin 11, ne do të bëhemi një vend që do të jetë i lidhur drejt për drejt me të gjitha portat në këtë pjesë të Europës, për të cilën folje dhe ambasadorja e nderuar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zonja Aguiler, e cila është një hallkë e rëndësishme në krahun jugor të aleancës më të madhe të njerëzimit, që është Aleanca e NATO-s. Do të na matni me kilometrat e përfunduara, jo me fjalët e harxhuara, ishte mesazhi që dërgoi zonës kryeministri i parë dhe ministri i ekologjisë Izet Mexhiti. Vetëm para disa viteve, të vetmet aktivitete ndërtimi që i shihnin ishin konferencat glamuroze të shtypit dhe kamerat e drejtuara nga shiritët që nuk u pren kur, shtoi mëtej Mexhiti. Koridori 8 është më shumë se një rrugë. Është një artere evropiane që lidh Adriatikun me detin e Zi, e lidh zemrën e Ballkanit. Vendimi im strategjik është i qartë. Maqedonia përfundon seksionin e saj, e sjell Europën në Ballkan dhe Ballkanin në Europë. Me fillimin e kësaj autostrade ne përshëndrojmë rajonin e Pollogut në udhkryq të mundësive dhe investimeve, vendeve të punës. Po shkurtojmë rrugën midis Shkupit, Ohrit dhe Strugës dhe po ofrojmë kufirin në qaftan me çdo shtëpi tonë dhe çdo ide biznesi që pret treg. Po krijojmë mundësi që t'i kthejmë fëmijët në shtëpi. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski në fillimin e punimeve ndërtimore tha se brenda 2 vitesh e gjysmë do të kemi një autostradë që përmbush të gjitha rregulloret dhe standardet që meritojnë qytetarët e rajonit të Pollogut dhe të gjithë vendit, tha ai. Сакам да споделам само 2 факти со вас. Dua të ndaj me ju 2 fakte. Në qershor të vitit 2024, kur u formua kjo qeveri, ishin shpronsuar gjithsej 560 parcela tokë në 3 seksione. Sot, në prill të vitit 2025, kemi 2497 parcela tokë të shpronsuara. Progresi është shumë fishuar me rreth 5 herë. Kjo do të thotë se po hapim një front për punë në seksionin Tetov-Gostivar prej 17.5 km, seksionin Gostivar-Bukojçan prej 14.7 km dhe seksionin Prilep-Manastir prej 29 km. Koce Trajanovski, drejtori ndërmarrjes publike rrugës shtetërore, tha se autostrada e re do të ketë 2 korsi në një drejtim dhe 1 korsi ndalimi shtesë dhe ky seksion do të jetë gati në vitin 2027. Би сакал да напоменам дека договорот е потпишан во март 2023 година. Dua të potencoj se kontrata u nënshkrua në mars të vitit 2023, kurse në gusht të 2024 trashëguan vetëm 2 tabela informuese dhe asgjë më shumë. Tani shihni se sa ka përparim, pasi tani punohet në 3 seksione, edhe në Prilep-Manastir, Gostivar-Bukojçan dhe tani edhe Tetov-Gostivar. Ambasadorja Angela Aguiler falenderoi të gjithë palët e përfshira në ndërtimin e kësaj autostrade si pjesë e koridorit 8. I'm also reminded as I think about those partnerships. E rëndësishme është të zgjidhen partnerët e vërtet në veprimtari të caktuara dhe mua më vjen mirë që ne zgjodhëm qeverinë e Maqedonisë, popullin e Maqedonisë dhe të gjithë miqtan që t'i kemi partner këtu për këtë rrugë. Josh Baker nga Behtelenka, konsorciumi që ndërton koridorin 8 dhe 10D në Maqedoni, tha se autostrada Tetov-Gostivar do të përfundojë së pari si seksion që të mos krijohet ngarkesë në trafikun rrugor. This regional road will be completed first. Kjo rrugë rajonale do të përfundojë së pari për të mundësuar lehtësimin e trafikut dhe për të minimizuar ndërprerjet e rrjedhës së trafikut ndërsa ndërtohet autostrada. Sipas planit, punimet e ndërtimit janë duke u zhvilluar për gjatë 3 nga 4 seksionet dhe planifikimi i seksioneve po përparon
në të gjitha 4 seksionet. Ne kemi akses të përdorshëm për punimin ndërtimi në vende më shumë se 20 km nga rruga, po punojmë së bashku me ndërmarrjen publike, rrugët shtetërore dhe autoritetet për të zgjeruar këtë edhe më tej dhe për të pasur akses në më shumë se 50 km deri në fund të qershorit. Palët potencuasi me këto investime sikurse ndërtimi i autostradës Tetov-Gostivar, së bashku vazhdojnë të përqendrohen në shtimin e vlerës së cilësisë së jetës së qytetarëve.